Një burr rreth 50 vjeç humbi jetën pasi sharra që po përdorte për punime i rambi trup dhe e plagosi për vdekje. Ngjarja ndodhi në Hakli të Larisës, kur burri me origjinë shqiptare ndodhej mbi një pemë duke kryer punime. Në rrethana ende të paqarta, ai humbi kontrollin e sharrës elektrike që mbante, e cila i rambi këmbë, duke shkaktuar një prerje të rëndë. Goditja preku arterien e kofshës, duke i shkaktuar gjakderdhje të pakontrollueshme. Në vendngjarje mbritën ekipet e emergjencës e KAV, të cilat e transportuan në spital, por ai ndërroi jetë pak më vonë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.